Të ndërua shikuesi, në përsëri së bashku është mbyllur pjesa e parë e Super Cities Egnatia 0, Vllaznia 0. Me gazetarin i minjohur të TVSH në departamentin e rretësh sportit Sa Halili. Pa gola pjesa e parë, megjithëse pati episode mjaft interesante. Pa gola dhe me shumë emocione, si për të respektuar që në fushën lirës është luan vendi i parë me vendin e tretë, në ndeshje e gjitha për të parë të është luar edhe pjesën e dytë, dominuar nga Egnatia në pjesën e parë. Në fakt pari dominimin e tretë, pari disa aksione, por shumë gruduan në portën e mbrojtjes nga Pons. Tani pjesa e dytë do të gjitha apo dy skuadrat do të bëjnë në fund për fituar pak Vllaznia nuk ka presioni sepse edhe në barazim në rrogëzim, fakti në katër sida bashkë me të barazim, Vllaznia thotë realisht janë fituar sepse nuk ka mundë asnjë pas skuadrës kampione fuqi. Nga ndonjë Egnatia për të katapultuar në vendin e parë do i duhet një sukses sot kundër skuadrës Vllaznisë që ka treguar që është shumë solide dhe me italianës Edi Martini dhe Vjeristi Sinani gjithë këtu më shumë sekure sot gatshme që pas 25 vitesh të rikthehej në Ligën e Shkodrës. Vllaznia kryesuese dhe pas të drejt Egnatia e treta vetëm me 2 pikë larg Vllaznisë. Po problemi i ndeshjes mund të ndryshojë mund jetë Vllaznia që vion. Patjetër. Do të bëjë 3 rezultate. Gjykimin tim edhe Vllaznia mund të fitojë sepse Vllaznia mund të prodhojë optimizmin e saj që ka karakterizuar gjithmonë për kunkajta si bekim bala e majnë se nuk mjafton vetëm një rast për të shkuar kopën rrjet. Nuk është që Egnatia do duhet të bëjë më shumë nga vitet e saj sepse Egnatia është dënuar për të fituar sepse fiton vetëm realisht vetëm 3 pikë dhe thotë që tashmë pas 3 javësh që nuk i fituar ka 3 javë ose themi 3 takimet e para të panëpër, tani do të provojmë të fitojmë dhe të bën këtë dhe me vendin e parë jep një satisfaksion edhe emocional ndeshjes. Kështu që në këtë gjykimi do të jetë një ndeshje që nuk ka parashikime, por që vetëm fitues në këtë takim këtu gjithë ata do të kenë shansin ta përjetojnë në vetë stadium por në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Skuadra Martinit mbylli jo mirë minuta e parafundit për pjesën e parë, e largoi nga fusha lojës i dëmtuar Kavaku, një nga pikat më të forta. Kastrat, një nga pikat më të forta të ekipit. Kuçi blu po në lojë është Yusuf Dodaj. Kevin Dodaj. Yusuf Dodaj dhe gjithë skuadrata tani mendojnë që inshallah do bëhet fakti që Dodaj përsërisë bëre dyshim dhe me Basarin që në fundin e fundit gati tut. Dodaj ka dërguar gjithë të tij, është një nga ata futbollist tentues, edhe pse jo në këtë ai ndeshjes me një ato Egnatia është më shumë, e shikoj më solide në fushën lojës, e shikoj Egnatia shumë intensive, dhe të shfrytëzoj kategorisht edhe faktorin fizik, por edhe futbolli është ka vetë ndjenjë, madje pse komentojë tifozë të Vllaznisë janë të limit, javë një këtë pigment që të treguar që qyteti i Shkodrës futbolli nuk është vetëm thjesht një futbolli, por është më shumë se kaq dhe ndaj tani masisë të zgjidhë Shkodra dhe duhet më të më shumë ose nga për ditën e fund dhe do të bëjë dyja sepse kondicionet e tij janë më të gjërtuara. Realisht dy kampet respektive i kanë tifozëri të ekstra në këtë ndeshje, s'ka kanë vënë një bukuri të jashtëzakonshme. Futbolli luhet për ta. Në fakt që luhet për ta e bën edhe më atraktive të ndeshje. Një ndeshje që shkon gjithë formatit të saj, gjithë përshtatshmërisë, është gjithë ato të shijuar madje edhe cilësinë e themi të ndeshjes kanë qenë arbitrat, kështu që na ngjitet vetëm se ta shijojmë të pjesë dytë pasaj fitoi ai që në zonë vitore dhe fitoi më mirë. Megjithatë tradita e këtij liu të drejtë përmes drejtë sporti janë edhe parashikimet. Patjetër. Me rezultate të tilla. Unë jam autor të golave. Patjetër. Unë mendoj që ndeshja më 1-0, autori i golit do të jetë në kaqë Dima Stoli e 0. Cili skuadër? Skuadra e Egnatia sigurisht. Tani me Emeshën. Hamile si të nuk mund të mbasim të emocione. Do gjithë respekt për gjithë ata që na ndjekin. Gazeta sportive mirë vjen, por mos harrojmë se është emocional. Është qytetari i patjetër. I gjithë vetë patjetër. Emocionet absolutisht dhe të jesh tifoz i Vllaznisë është deri jashtëzakonshme sepse Vllaznia është skuadra më e vjetër dhe është deri futbolli shqiptar. Dy skuadra rivale në fushë, Egnatia Vllaznia, dy gazetarë sportivë në intervistë që duhet fitoj futbollin. Dy tifozë Egnatia, dy tifozë Vllaznisë dhe fiton, fitoj futbollin. Faleminderit futboll. Të në shikues dhe ishte lidhja tjetër e rradhës drejt për drejt nga stadiumi Arena Egnatia, qytetit Rrogozhinës, ka përfunduar pjesa e parë, pa gola 0-0 me shumë emocione, sapo ka nisur pjesa e dytë dhe parashikohet të ketë një super luftë dhe super duel të të rëndije fitojnë skuadrat e njëra tjetër të presin të fitoj, kolegu Alini Fëksoj, të fitoj me një gjërën e kështu përojnë dhe shqeputin të qëllësërismë së bashkë në fund të takimit. Dhe atë në pashë.